Të nderuar shikues, mirëmbrëma, do të njihemi bashkë me edicionin shëndëror të lajmeve këtu në kanalin 7, ndër të tjera do të ndiqni. Erion Velia i përballet me Olz Dado në gjykatë. Kryebashkiaku kërkoi shpalljen të pavlefshëm të emërimit si prokuror administrativ i shtyn seancën. Zbardhe dinamika atentatit në Sarand. Biznesmeni shkëmbeu zjarr me një grup të rinj dhe mbeti i vrar. Policia dyshon se një tjetër person është i plagosur. Majoranca propozon dëshkime të ashpra për shoferët problematik, kushdo që kapet i dehur në timon, do t'i hiqet përgjithmonë leja e drejtimit. Bashkimi Evropian do të mbështesë bashkitë që ato të rrisin cilësinë e shërbimeve. Kryeministri Rama thotë se anëtarësimi është sfidë edhe për pushtetin vendor. Publiku vendos sot në mbrëmje për thatjen e Fabiolës në ferma VIP 3, priten debate dhe surpriza të reja pas një jave të mbushur me tension mes konkurrentëve. Vjojmë më gjërësisht, gjykata administrative vendosi të shty vendimin për padinë e Erion Veliajt, i cili kërkon shpalljen e pavlefshmërisë së emërimit të Olz Dado si prokuror në vitin 2008, me argumentin se nuk ka përfunduar shkollën e magjistraturës. Në fjalimin e mbajtur në seancë, kryebashkiaku i Tiranës ka kundërshtuar procesin gjyqësor ndaj tij dhe ka ngritur akuza për kufizim të drejtave të tij themelore. A është i lishëm apo jo emërimi i Olz Dados? Në padinë me të njëjtin emër në gjykatën administrative, Erion Veliajt në sallë ju bashkuan disa mbështetës dhe artistë, mes tyre aktori i mirënjohur Robert Ndrenika. Ky i fundit shtoi se akuzat që rëndojnë mbi të nuk i kupton. Është mbeti vjeto jon. Në gjyqin e kësaj të premte i Erion Veliaj edhe një herë nënvizoi se po mbahet në burg padrejtësisht. Edhe pasi fitova formalisht mandatin tim në gjykatën kushtetuese, pas një përpjekjeje tjetër për ta shfuqizuar atë, unë vjoj të mbahem me këmbgulje në paraburgim dhe izolim, ndërkohë që vetë ligjshmëria e burimit të atij pushteti penal ndodhet sot përpara kësaj gjykate për shqyrtim. Në seancë pati debat, pasi gjykata urdhëroi që të fiken kamerat, duke pranuar kërkesën e palës së paditur në proces. Avokati Olz Dados, prokurori që e ka vënë në hetim Veliajin, kërkoi ndalimin e transmetimit të drejt për drejt, me arsyetimin se prek karrierën juridike të mbrojturit prej tij. Përfaqësuesi ligjor i kryebashkiakut e kundërshtoi duke pretenduar se nga aktet e prokurorit është prodhuar një pasojë kushtetuese, megjithatë, pa sukses. Pa kënaqësitë me procesin, ndërsa i rreshtoi edhe jashtë gjykatës, në përfundim të seancës pasi u vendos shtyrja e saj. Ka një presion të jashtëzakonshëm institucional, ku tentohet shmangët merita e çështjes dhe ku tentohet mos shqyrtohet fakti që prokurori Dado ka autorizim ligjor për të ushtruar pushtet penal në rregullisht Shqipërisë apo jo. Nga ana e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, u kërkua që të mos jetë palë në proces dhe për ta mbrojtur këtë tezë, kishte sjell argumentet respektive në mënyrë që mbrojtja të sjell kundër argumente. Gjyqtari Hasbi Balliu vendosi ta shtyjë seancën për në datën 19 qershor. Policia është drejt zbardhjes së plotë të vrasjes së biznesmenit 66 vjeçar në Sarand. Hetimet tregojnë se ai është konfliktuar në lokalin e tij me një grup të rinj dhe gjatë shkëmbimit të zjarrit ka humbur jetën. Dyshohet se një tjetër person ka mbetur i plagosur, por ai nuk është paraqitur në spital për ndihmë. Detajet e reja kanë dalë në dritë pas ngjarjes së rëndë të sejntes në Sarand, ku mbeti i vrarë me armë biznesmeni 66 vjeçar Recep Ismaili. Një grup të rinj ka shkuar në orën 21:30 në lokalin e tij, i cili ndodhet pranë karburantit që ka në pronësi. Kanë shkuar në lokalin e viktimës dhe janë drejtuar te tavolina ku ndodheshin shtetasit TM, i shoqëruar nga viktima dhe persona të tjerë të pranishëm, duke filluar menjëherë konfliktin me sende të forta. Gjatë konfliktit dushëm, rezulton se viktima RI ka marrë një armë zjarri automatik dhe ka qelluar në drejtim të shtetasve të përfshirë në konflikt. Këta të fundit janë kundër përgjigjur me pistolet, e një prej tyre, Lulezim Tabaku, ka qelluar një herë me plumb në kokë Ismailin, i cili ka mbetur i vdekur në vend. Tabaku më pas është larguar nga vendi i ngjarjes së bashku me personat e tjerë të përfshirë. Gjatë shkëmbimit të zjarrit ka mbetur gjithashtu i plagosur në këmbë Konstantin Vogli. Deri më tani për krimin janë shoqëruar 6 persona, mes tyre edhe 31 vjeçari Konstantin Vogli, i cili po merr ndihmën mjekësore për t'u nënshtruar më pas procedurave ligjore.
Në vijim janë sekuestruar nga policia dhe arma e zjarrit automatike së bashku me një krahër me 21 fishek, të cilat vëllai i viktimës i kishte fshehur pas krimit, dhe 3 automjete, e po ashtu janë siguruar pamje nga kamerat e sigurisë. Prokuroria e posaçme kërkon dënimin me burgim të përjetshëm për Plarent Dervisha, i cili është akuzuar për atentatin ndaj prokurorit të Durrësit Arian Doja. SPAK po ashtu ka kërkuar 35 vite burg për Julian Meqen, i dyshuar si bashkëpunëtor në sulmin me armë. Krimi ndodhi pranë mbikalimit të Shkozetit më 1 nëntor të vitit 2019, ku humbi jetën shoferi i ish prokurorit të Durrësit. Në atë ngjarje mbeti i plagosur edhe Aleksandër Laho, i njohur si Rumi i Majoranca propozon ndryshimin e kodit rrugor për të ndëshkuar më ashpër shoferët problematik. Ndër të tjera, amendamentet parashikojnë heqjen e patentës përgjithmonë për ata që kapen të dehur në Timan. Drejtuesit e automjeteve që kapen duke drejtuar makinën në efektin e alkoolit mbi 0.5 gram për litër, do të hiqet patenta përgjithmonë. Kështu thuhet në një amendament të propozuar nga Partia Socialiste për kodin rrugor. Kur nga verifikimet e parashikuara në pikat e këtij neni rezulton një vlerë alkolike më e lartë se 0.5 gram për litër në gjakun e drejtuesit të mjetit dhe ky drejtues është konstatuar i ndëshkuar më parë për drejtim mjeti në ndikimin e alkoolit ose në gjendje të dehur, në rast përsëritjeje merret masa e heqjes së lejes së drejtimit përgjithmonë. Por jo vetëm kaq, në dokument kërkohet ndalimi i përdorimit të celularit për biçikletat dhe motorët elektrik. Masa të ashpra do të ketë për ata persona që i japin makinës pa leje drejtimi. Atyre do të shtyhet e drejta për të pajisur me patent për 1 vit, ndërsa për të miturit afati shtyhet me 2 vite, nga momenti kur u linte drejta për ta marrë atë. Ky amendament i hartuar nga deputetët Ursi Manja dhe Erion Braçe parashikon dhe kufizime për shoferët e rinj, të pajisur me patent të kategorisë B. Drejtuesit e mjeteve, të cilët janë pajisur me leje drejtimi të kategorisë B, brenda 24 muajve të fundit, i nënshtrohen këtyre kufizimeve të posaçme. Kufiri i lejuar i alkoolit në gjak është 0.0%. Shpejtësia maksimale e lejuar është 90 km/h në autostrada dhe rrugë interurbane kryesore, si dhe 80 km/h jashtë qendrave të banuara. Ndalohet drejtimi i mjetit nga ora 24 deri në orën 6 pa praninë e një drejtuesi shoqërues, i pajisur me leje drejtimi prej të paktën 3 vjetësh. Amendamentet përfshin dhe rritje të gjobave për shkeljet e rënda në qarkullim, si manovrat agresive, ndryshimet e shpeshta të korsive pa sinjalizim dhe sjelljet e rrezikshme në zonat urbane. Bashkitë do të përfitojnë mbështetje nga programi i Bashkimit Evropian me qëllim rritjen e cilësisë së shërbimit për qytetarët. Kryeministri Rama dhe ambasadori Gonzato ndanë të njëjtin qëndrim se antarësimi në Union do të jetë sfidë edhe për pushtetin vendor. Bashkimi Evropian do të ndihmojë bashkitë për rritjen e investimeve dhe forcimin e kapaciteteve. Kryeministri Edi Rama u shpreh se kjo është një mundësi e mirë për përmirësimin e shërbimeve ndaj qytetarëve. Nuk mishëron thjesht një mbështetje financiare, por përbën një investim strategjik të Bashkimit Evropian për të nxitur rritjen e kapaciteteve të bashkive, rrisin kapacitetet e tyre njerëzore që janë edhe problemi ynë më impreht i kësaj kohe. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë Silvio Gonzato renditi dhe përfitimet që marrin institucionet vendore nga programi i mbështetës i Bashkimit Evropian. E para janë shërbime dhe infrastrukturë më e mirë për qytetarët. E dyta është zhvillimi ekonomik dhe vendor. E treta, institucione më të forta dhe transparente. Do të krijojmë një qendër europiane që çdo bashki të përfitojë nga fondet e BE-s. Duam që zgjidhjet i përshtatin me nevojat përkatëse pasi sfidat ndryshojnë nga njëra tjetra. Së fundmi, duam të nxisim bashkëpunimin ndërbashkiak. Gonzato u ndal gjithashtu edhe tek reforma territoriale e cila vijon me diskutimet në kuvent. Procesi i reformave duhet të udhëhiqet nga sfidat territoriale, të ketë një ekuilibër. Ky proces është mundësi për të zhbllokuar plotësisht potencialin zhvillimor. Programi i Unionit për mbështetjen e bashkive zbatohet në partneritet me rrjetin e shoqatave të autoriteteve vendore të Europës Juglindore dhe shoqatën kombëtare të bashkive.
Prokuroria ka shpallur në kërkim pronaren e kompanisë Sori AL pas helmimit të studentëve të Akademisë së Sigurisë. Alma Tafani konsiderohet përgjegjësia kryesore për ngjarjen pasi tashmë është vërtetuar që helmimi i 56 personave ndodhi pikërisht nga ushqimi. Alma Tafani, gruaja Nikolin Jakës, është shpallur në kërkim nga policia pasi është arratisur pas skandalit ku firma saj private helmoi 56 studentë të Akademisë së Sigurisë duke i ofruar ushqime jashtë çdo lloji standardi dhe të rrezikshme për konsumatorët. Pas kontrollit në banesën e saj, efektivet kanë marrë në pyetje familjare të Alma Tafanit, të cilët kanë thënë se kjo e fundit është larguar jashtë Shqipërisë për arsye pune. Por burime bëjmë në dije se referuar sistemi TIMS, Alma Tafani ndodhet në Shqipëri dhe nuk është larguar jashtë vendit, por ndërkohë ajo po fshihet për t'u shmangur drejtësisë dhe akuzave të ngritura ndaj saj. Nga ana tjetër, Nikolin Jaka, i bashkëshorti i Alma Tafanit, pritet që të merret në pyetje nga prokuroria në lidhje me hetimet për zbardhjen e skandalit me sigurinë ushqimore që ofron kompania e tyre Sori AL. Kjo kompani prej disa kohësh kishte lidhur një kontratë me Akademinë e Sigurisë, ku ofronte në formën e cateringut 3 vaktet e ushqimit për studentët, ushqime që sipas vetë studentëve ishin jashtë standardeve për të konsumuar. Madje shumë prej tyre janë ankuar për paketat me ushqim të Sori AL, por duke mos patur mundësi tjetër janë detyruar t'i konsumojnë. Referuar dosjes hetimore, Vision Plus mëson se janë marrë në pyetje edhe 2 personat arrestuar, kuzhinieri Sori AL Kujtim Ballgjini dhe Kristiana Plaka me detyrë teknologe e ushqimit pranë kësaj kompanie. Ata kanë thënë përpara grupit hetimor se nuk kanë lidhje me helmimin e studentëve, por ushqimet janë gatuar në bazë të menus dhe produkteve të sjellta nga vetë kompania Sori AL. Në pyetje janë marrë dhe mjekët e spitalit infektiv Najada Çomo dhe Edmond Puca, të cilët kanë konfirmuar se helmimi i 56 studentëve ka ardhur si pasojë e ushqimit. Sipas hetimeve, Alma Tafani pritet të akuzohet për veprën penale prodhimi dhe shitja ushqimeve dhe lëndëve të tjera të rrezikshme për shëndetin, ku sipas kodit penal rrezikon deri në 10 vite burg. Bordi i Transparencës vendosi të ulë sërish sot çmimin e karburanteve. Litri i naftës do të kushtoj 3 lek më pak, duke u tregtuar në 193 lek, ndërsa benzina ka pësuar një zbritje në çmim me vetëm 1 lek, duke arritur në 179 lek për litër. Kjo është ulje e dytë brenda 24 orësh nga Bordi i Transparencës, i cili për çmimin e karburanteve, këto çmime do të jenë në fuqi deri në mbledhjen e ardhshme të bordit. E gjithë vëmendja sot në mbrëmje është tek ferma VIP 3, aty ku publiku do të vendosë me votë për fatin e Fabiolës. Qëndrimi apo largimi i saj pritet të ndikojë në dinamikat e lojës mes konkurrentëve, tensioni mes të cilëve ka ardhur në rritje. Mbrëmjen e sotme në ekranin e Vision Plus transmetohet nata e 13 praj me spektaklit Ferma VIP pas një jave të mbushur me tensione, përplasje dhe dinamika që kanë ndryshuar totalisht atmosferën brenda fermës. Adioni. Pas largimit të papritur të Adionit, një nga personazhet më të komentuar të këtij edicioni, situata në fermë duket se ka hyrë në një tjetër fazë. Dalja e tij, por edhe incidentet që shoqëruan spektaklin e fundit kanë tronditur jo pak fermerët, duke krijuar pasiguri, debate dhe aleanca të reja. Në qendër të vëmendjes këtë javë ka qenë Fabiola. Një vendim i fortë nga Agai ka vendosur në rrezik qëndrimin e saj në fermë, ndërsa produksioni ka marrë edhe një tjetër vendim të rëndësishëm. Televotimi i hapur më parë është anuluar dhe publiku tashmë po voton për një televotim të ri. Me vetëm një pyetje, a duhet të vazhdoj Fabiola rrugëtimin në fermë? Kjo situatë pritet të ndikojë drejt për drejt në lojë dhe vendimi i takon vetëm publikut. Cilin urren këtu me pak fjalë? Prajmi kësaj të premte pritet të sjellë përballje të forta, sqarime dhe reagime emocionale, por edhe surpriza të tjera, ndërsa publiku do të ketë një rol vendimtar për fatin e fermerëve dhe balancat e reja që po krijohen në lojë. Ferma VIP tashmë ka hyrë në fazën vendimtare, me emocionet dhe tensionet që po rriten dita ditës, teksa çdo konkurrent përballet jo vetëm me sfida fizike, por edhe me ato emocionale e sociale që e bëjnë këtë reality një nga më të ndjekurit në ekran. Sonte në orën 21 në Vision Plus dhe live stream në YouTube, çdo kush do të mësojë se si do të ndryshojë loja pas një jave që ka trazuar totalisht fermën. Titujt e rinj për të gjitha grupmoshat vinë në panairin e librit në Bookland. Lexuesit mund të gjejnë botime nga autorët e preferuar, ndërsa edhe këtë vit objektivi është afrimi i sa më shumë të rinjve me librin.
Panajiri i librit ka mbërritur edhe këtë fillim maji në Bukland, duke kthyer librarinë në një destinacion të domosdoshëm për dashamirësit e leximit. Me zbotimeve të reja, ofertave dhe atmosferës së ngrohtë letrare, këtu lexuesi gjen gjithçka. Një gamë e pasur librash nga letërsia artistike tek librat motivues, filozofike ato për fëmijë, ky oazë i librit është bërë një ndër libraritë më të vizituara. Edhe këtë vit, synimi është i njëjtë, të afrojë sa më shumë publikun me librin dhe të kthejë leximin në një përvojë të përditshme. Uljet për hir të së vërtetës kanë qenë shumë mira në fakt, duke filluar nga 20 deri në 50%, janë përfshirë një gamë e gjerë titujsh, duke filluar që nga titujt ekzistues, klasikët, modernët, por gjithashtu edhe gjitha botimet e reja që kanë qenë gjatë kësaj periudhe, por edhe gjatë vitit. Ky ka qenë edhe qëllimi jon për të gjendur sa më pranë, po pse jo edhe për t'i ndihmuar pak me atë pjesën e uljeve që ne bëjmë, sigurisht për të bërë ndoshta edhe një prezantim, sepse duke qenë se gjatë vitit ka shumë botime, menduam që ta zhvillojmë dhe pse jo të jetë një mundësi shumë e mirë, qoftë për uljet, por qoftë edhe për njohje dhe afrimin më afër me librin. Ky panajir nuk është vetëm një mundësi për të blerë libra më lirë, por edhe një kujtesë e bukur se leximi mbetet një udhëtim që ja vlen të ndërmerret çdo ditë. Ndaj që prej hapjes në vitin 2020, Bukland ka arritur të krijojë një komunitet të gjerë lexuesish besnik. Një nga zhanret më të preferuar, që tashmë ndoshta është kthyer edhe në një traditë, mbetet zhanri mister thriller, gjithashtu një vend të rëndësishëm zën edhe romancat. Klasikët janë ato që ka një shtrirje të gjatë dhe do jenë gjithë kohës. Sigurisht kërkesa është pak më e ulët, ndërsa përsa i përket autorëve shqiptar, fatkeqësisht vazhdojnë të mbeten pak në hije. Për të gjithë ata që duan të përfitojnë nga ofertat e panajirit, Bukland është i hapur në galerinë e TC në katin e dytë, ndërsa për ata që nuk mund të jenë fizikisht së pranishëm, librat mund të porositen edhe online në bukland.al. Tu kemi përfunduar, në falenderoj për vëmendjen, bashkë natën e mirë.